cilën mosh ti shkove në Kavaj më pas? Në Kavaj shkova kur isha 11 vjeç në vitin 1971. Po pse shkove në Kavaj? Po shkova për shkak të mbështesja time motre, sepse punonte, ishte e martuar atje, edhe kishte 2 fëmijë dhe punonte turni 2, turni 3, edhe kunati im punonte përsëri dhe s'kishte me këtë rinj fëmijët, përmbazike për natën. 11 vjeç shkove dhe mbajte fëmijët e motrës? Dhe ka mbajtur fëmijët dhe kjo më ka dhënë një suport të jashtëzakonshëm, të rrisësh fëmijë kur je vetë fëmijë. Si të pritën në Kavaj? Aty ka qenë shumë e fort pastaj, sepse dialekti i Beratas nuk përputhet fare me dialektin e tyre, edhe kur hyra në klasë më shikonin kështu shtërëm. Çfarë po thotë jo kur më pyeste mësuesi? Sidomos muajt e parë, që unë në fshat s'kisha bërë as rusisht, edhe kalova nga klasa, në klasë të 5 në fshat nuk kisha bërë, se isha 11 vjeç, nuk kisha bërë gjuhë huaj, po kalova direkt 2 klasa një herë. Dialekti im ishte shumë i veçantë për një, domethënë kalosh nga mali, edhe të vesh në një vend fushor dhe një vend detar, o zot, kur kam parë detin për herë të parë, jam mahnitur. Ishte hera e parë që shikoje det me sy? Që shikoje det, po patjetër, ore, nuk isha parë Beratin, 10 vjeç, 11 vjeç, imagjino, ai mendon, ktheu një 60 e ca vjeç mbrapa, 60 e ca vjet mbrapa në kohë, se si ka qenë Shqipëria atëherë. Unë jam befasuar kur kam hipur, unë edhe sot befasohem, kur jam ngjitur atje dhe shoh Beratin këtej. Është e jashtëzakonshme. Pra detin për herë të parë pe në Kavaj, po për t'u larë kur u lave në det për herë të parë? Po pra atje kur isha, vajta në pushime dhe jam e dashuruar me detin. Dihet notoja? Nuk dihet notoja, por e lëshova trupin të lirë edhe mësova vetë të notoj. Mësova shumë shpejt. Po fizikën, si e ke patur lidhje me fizikën? Me fizikën tani, unë mbarova gjimnazin në Kavaj me rezultate goxha të mira, edhe që të merja të drejtë studimi, se ashtu ishte koha, nuk zgjidhje dot, duhet të aplikoja në rrethin nga isha dhe jo në Kavaj, dhe aplikova në Berat, edhe vura 3 deg atje, si që ishte në atë kohë. Po, çfarë zgjodhe? Unë zgjodha mjekësi, sepse jam e lidhur me biologjinë, si duket. Po. Nga që lexoja dhe shumë libra në atë kohë që ishte sigurimsa, doja të isha dhe juriste, dhe për fizik, e doja dhe për fizik. Ata ndaluan tek fizika, sepse gjithë zona lartë, unë jam e para dhe e vetmja studente, e them me krenari këtë, deri në vitet 90, që kam mbaruar shkollën për shkenca. Ose çdo lloj shkolle, nuk vinin femrat atëherë në shkollë. Pra nga fshati jo ti e vetmja studiuese e shkencës. Që atëherë, domethënë, se ore edhe për agronomi dhe kështu, s'para vinin shumë vajza, nuk kishin mundësi, nuk ta jepte të drejtën regjimit të shkollës. Po babai të ndalojnë ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Ai më ka inkurajuar sa po me partinë u more? Shiko, merr dhe një 3 herë, ore, hajde bëu antare parti. O, të lutem tash me zim mbarova shkollën, të bëja 6 muaj. Apo një vit do të bëj stazh kështu të punoja në bujqësi. Nuk është të kaftuar kështu si spiune si? Ja, mos o zot. Mos o zot. O, bo. Po tek shkenca kishte spiune? Ku? Te shkencat e natyrës. Ku a di unë se besoj. Po mbas se kishte, gjithandej spiun kishte rreth e qartë. Ty nuk është të të rastisin ndonjëherë ndonjë? I kam zbuluar më vonë. Si zbulove? U hapën dosjet. U hapën dosjet dhe dikush që kishte mik, na spionoj, dhe dikush që se im shoqesh nga Gjirokastra, me origjinë është Balil Gjini, që është njeri i jashtëzakonshëm. Është njeri i jashtëzakonshëm. Po? Edhe ky spioni nga Gjirokastra na erdhi në shtëpi, në vitet 89 ishim badonin nga lagja tjetër. Edhe ai e dinte që ne ishim për demokracinë. Edhe na erdhi në shtëpi mbas dite dhe ne pa dashje unë kisha hapur Radio Vatikani dhe dëgjoja lajmet. Imagjino vitet 89 jo 90. Po. Edhe Kastile erdhi aty, thash si të vjen zoni tash që vjen edhe sepse mbahej si mik. Edhe kur ishim në Rehov të dy me Balinin kishim një shtëpi atëherë në fshat kishte një pallat i mbushur me persekutuar, meqense dolëm te kjo temë. Edhe ne kishim një dhomë atje në mes të tyre, edhe atje na erdhi dhe ne hajde pritëm me gjithë shpirt. Ti nuk e kishe fikur radion? Unë nuk e kisha fikur radion, po ai ja kapi frekuencat, dhe unë pas e tak me mençuri e fika me një herë, po ai na ndiqte. Bile në 90-ën më ka ardhur nga afër edhe më ka drejtuar pistoletën, shiko tha se Balilin tha po e gjurmoj dhe është në rrezik. Le të bëhet çfarë e thani tash, po zor nuk të vjen, që je nga Gjirokastra e jemi mbajtur si miq.
Edhe ai njeri vdiq mas 3-4 vjetësh demokraci plasi. Më vjen keq që ka vdekur, patjetër se është një shpirt, ashtu si është me të mirat dhe me të këqijat e veta, po ja kjo është, ka pasur spion mire, ke mirë që ja kujtove, po më zgjove këto kujtime që nuk më pëlqejnë. Nuk dua që më bjen frekuencat e mia, ajo kohë ka kaluar. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.